Brikina Selmani ka qenë ftuar së fundmi në një emision ku ka folur për eksperiencën e saj në shtëpinë më të famshme, lidhjen me Mateon dhe gjithçka rreth tyre. Më ka ardhur të keq që kam dalë para Rogertit, sepse kam menduar se e mira në fund fiton, por kur dola jashtë kuptova se publiku më ka mirëpritur njësoj si të isha finaliste, deklaroi ajo. Pavarësisht pamjes dhe veshjes sime, kam treguar se jam ky person dhe se veshja nuk e bën njeriu. Nuk ka asgjë të keqe nëse kërcen apo vishesh. Unë kam dashur të tregoj karakterin tim dhe jo atë Brikenën e lazdruar, shtoi më tutje Brikena. Mateja ju ka treguar dhe për raportin e dashurisë me Mateon që tashmë po e shijon jashtë shtëpisë. Kur vi në Tiranë, jam në prezencë të Mateos. Ndihem shumë mirë me Mateon dhe shpresoj më të mira do të mos ndahemi. Nuk do doja të mendoja fare ndarje me të, u shpreh Brikena. Kemi pasur shumë oferta pas Bikut, ndoshta mund të më shihni në televizion, tha modelja duke gëzuar kështu fansat e saj. Sidoqoftë, ajo nuk zbuloi më shumë detaje se në çfarë projekti apo emisioni do të jetë, por fansat janë gjithsej e vesh për të pritur se çfarë do të ndodhë me modelin e famshme. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.